Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar gatime për fillestar. Receta kryesore e kësaj pjate sot është chicken parmesan. Unë e kam shoqëruar me shpageta, por mundet me u shoqëru edhe me orez ose me çdo lloj pasta tjetër. Kështu që pa humbur kohë, fillojmë me përgatitjen. Atëherë fillojmë së pari me gjalpën, të cilin do ta shkrim në zjarr mesatar. Dhe procedura e shpagetave është si gjithmonë e njëjtë, në ujë të vluar më parë, pastaj në zjarr të ulët, ku I kemi shtuar pak krep dhe vaj si gjithmonë dhe kemi zier për 10 minuta. Në këtë hap shtojmë qepën në gjalpin të cilin e kemi shkrier më parë dhe e përzim mirë si gjithmonë, e lëm të kavërdisë derisa qepa të zbutet dhe të marrë një ngjyrë të lehtë dhe të artë, sepse kështu e nxjerr më mirë aromën dhe I jep shije më të pasur gjithë salcës. Më pas shtojmë hudrën, siç mund ta shihni nuk dallohet shumë mirë sepse është e grirë emët dhe tashmë është përzier me qepën. Tu kena salcë të kuqe, kemi mishtu pak krep për shije, oregano dhe rozmarin të vluar, sepse këto I japin salcës një aromë shumë të veçantë dhe e bëjnë edhe më të shijshme. Pra kena me lënë në zjarr mesatar ku ka me u zi për pak minutë. E përzin edhe një herë të fundit mirë, që me u përzi gjitha qepa, hudra dhe salca së bashku. Pastaj do të na duhen edhe 2 vezë, të cilave kena me I shtu pak krep, veget dhe hudhër pluhur dhe gjithashtu oregano I tundi mirë. Të kemi gati për hapin e radhës. Dhe këtu kena pak djathë mozzarella dhe parmigiano dhe kena mishtu gjithashtu edhe këtu pak krep për shije. Gjithashtu këtu edhe kemi edhe mishin, të cilin e kemi lyer me krep dhe oregano. Gjithashtu do të na duhet dhe miell. Në këtë hap fillojmë panaturën e mishit, fillimisht e kalojmë pulën në vezën e rror, pastaj në miell, më pas e kthejmë prapë në vezë dhe përsëri në miell për të siguruar një shtresë më të trashë dhe më krokante gjatë skuqjes. Ky proces I dyfish është ai që e bën panaturën më të fortë dhe më të shijshme. Dhe pastaj krejt në fund do lyhem me përzierjen e djathit mozzarella dhe parmigianën, që gjatë pjekjes së shkrihet dhe të krijoj atë shijen karakteristike të chicken parmesan. Pastaj mishin e përgatitur e skuqim në vaj të nxehtë derisa të marrë një pamje të bukur dhe një shije krokante. Dhe kështu vazhdojmë me procedurën e njëjtë deri në fund. Mishi është skuqur, është gati, duket shumë bukur siç po shihet dhe pastaj do ta kalojmë në një tepsi. Në fakt do t'i kalojmë një nga një sepse kemi 3-4 copë mish, do t'i kalojmë në tepsi. Dhe tani shtojmë salcën nga pak salcë tek secila, të cilën e kemi zier maksimum për 5 minuta derisa u trash pak, kështu siç po shihet në video, dhe I mbushim secilën prej copave me salcën dhe pastaj vazhdojmë me procedurën tjetër të mbushjes. Dhe hidhim tek secila nga pak djathë. Gjithashtu po hedh edhe nga pak vaj ulliri, por gjithsesi kjo si gjithmonë mbetet në preferencat tuaja. Dhe unë po I hedh pak edhe nga ky djathi I verdh. Krejt në fund do ta kalojmë në furrë para ngrohur në temperaturë 180 gradë, ku do ta lëmë për 15 minuta ose për ndryshe derisa të piqet, kështu si në video. Siç e cika dhe në fillim, kjo shoqërohet me çka të dëshironi, me orez, me çfarëdo lloj paste, por siç shihet edhe nga videot e mia, unë I preferoj shumë pastat dhe vendosa këtë herë me shoqëru me shpageta. Në fund gjithçka është gati për servirje. Shpagetat janë vendosur në pjatë, ndërsa sipër kemi copën e chicken parmesan. Është e nxehtë, e butë, e lëngshme dhe gati për ta shijuar. Një pjatë plot shije, aromë dhe teksturë perfekte. Faleminderit që më ndoqët deri në fund. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo recetë e chicken parmesan. Miru pafshim dhe shihemi në recetën tjetër.